أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu në falënderojmë, atë e madhërojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastra të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe sinqert dhe gjithë atyre që sinqerisht ecin hapat e tyre deri ditën e gjykimit. Pas këtij falëndrimi që ja adresojmë Allahu subhanahu wa taala, e shfrytëzoj rastin që t'ja bëj përhajër këtë dasëm, këtë tubim, këtë gosti, shoku tonë të nderuar Isaut dhe familjes së tij, duke lutur Allahun Dhul Jalal që këtë evlat të hejrit me të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka gëzuar këtë familje, të bën evlat të hejrit, të bën bamirës ndaj prindërve të tij, të bën krishtar të kësaj feje, të këtij dinit, dhe të mbetet faqebar në dunja dhe tjetë prej banorëve të xhenetit në ahiret, inshallah ta'ala. Dhe në këtë rast dhe moment që jemi mbledh, dëshiroj që në kohën që kemi në disponim të them disa porosi dhe mesazhe të cilat do të jenë si porosi dhe mesazhe të cilat duhet të kemi parasysh vazhdimisht në jetën tonë. E para, duhet gjithë kemi të vetëdijshëm se evladi është dhunti e madhe e Allahu subhanahu wa taala. Dhe gjithë një duhet na të jemi falëndërues dhe Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak Allahu Dhul Jalal në Kur'an thot: "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum inatha dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima." Allahu kujt don i dhuron djarë dhe kujt don i dhuron vajzë, apo djem edhe vajza dhe këtë do e lek pa fëmijë. Andaj për lutjeve që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ndëgjojmë që dikujt Allahu e ka gëzuar me evlat, na ka mësuar të themi barakallahu laka fil mawhubi, Allahu dhash bereqet me këtë dhuratë që të ka dhënë, wa shakarta al wahiba, e falënderofsh dhun ti dhansin Allahu Dhul Jalal, وبلغ أشده وبوفت بوري بيكون ورضيت بره dhe qoft ai bamirës ndaj tej. Që mos të harojmë asnjëherë të falënderojmë Allahun Dhul Jalal për të gjitha të mirat me të cilët na ballafaqohem. Ne dhe padyshim se evladi është begati dhe dhunti dhe stoli e jetës së kësaj bote, siç edhe lexoi Hafizi i nderuar, "El-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya", dhe thot evlat dhe pasuria janë stoli e kësaj bote, wal-baqiyatu salihatu khairun, kurse veprat e mira që mbeten ato janë më të mira dhe më shumë sevap e ka te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është një pikë e rëndësishme në jetë që na për çdo të mirë që neve na jep Allahu Dhul Jalal, duhet të jemi mirënjohës dhe falëndërues te Allahu subhanahu wa taala. Pika e dytë që dëshiroj ta përmend në këtë rast është që prej obligimeve që i ka prindin ndaj fëmijës është kjo akika, thirrja e kurbanit që na ka ftuar në të ndam gëzimin e tij Isau me neve, dhe për mashkullin 2 vesh dhe për femrën 1, dhe mes obligime është edhe synetimi. Dhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme që ne e kemi trashëguar falënderit Allahut, pastaj hoxhallarëve para nesh që kjo nuk është natë. Kjo vepër e madhe, e mirë, e rëndësishme nuk është natë. Dhe është dashur që shumë vite mas, shumë shekuj mas, me ardhë domethënë Organizata Botërore e Shëndetësisë vitin 2005 me shpall synetimin si një mënyrë vetme të mbrojtjes prej shumë smundjeve venerike, mes tyre edhe sida, sikur është smundja e njohur. Bile para 2 viteve të na, ambasadori i Shtetit të Madh të botës, ambasadori i Amerikës, doli dhe në sheshin e Shkupit u tha këtë njerëzve, tha ju s'keni çka mundoni kundër kësaj smundje, bëuni sunet edhe këtë puna është tamam. Do thotë shikoni, na si musliman kanë herë i nënçmojmë parimet tona. I nënvlerësojmë rregullat e Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë herë duhet një jo musliman me ardhmën e kallëzuej, këshire ju keni shumë të mira, po s'pja dini kimetin edhe vlerën. Fatkeqësisht kjo puna përsëritet vazhdimisht.
Dhe pra shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur se prej obligimeve që i ka njeriu në jetën e tij, që janë pjesë e naturalitetit, veprimet natyrshme që duhet të bëjë, është edhe synetimi e al-khitan. Dhe pra shkak është obligim për obligimeve që i ka obligim prindit në fëmijët vet, që kjo është ai fëmijë i vogël ta syneton, dhe normalisht do vi përveç obligimin e Allahut, përveç shëndetit, ka shumë dobi tjera që tregojnë domethënë edhe hoxhallarët, edhe ulemat, po edhe njerëzit nga jeta e përditshme se synetimi ka qenë prej simboleve të Islamit që e ka mbrojt atë njeri, edhe pse ka deviju shumë, e ka mbrojt atë njeri që përsëri të kthehet e ta dihet nëse është musliman, edhe të kthehet udhës Allahut e të bëhet këtë besim tanë. Dhe porosia e tretë që duhet ta theksoj në këtë rast, që lidhet tjetër me një fëmijë që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e neve duhet sot me në arë statistikat me në treguar, do thot gjë edhe sot është lajm për më thonë mashëni, se kemi problem me natalitetit, më kam problem ata me natalitetit, nësë kemi problem. Dhe shumica e komunave, mashënin jugore, lindore, do të janë komuna ku nataliteti është minus edhe çdo qytet. I tyre çdo vjet shkon minus ka 5-600.000 banor. Se ka mortalitet më të madh edhe ka natalitet të vogël apo inexistent bile. E vetmja zonë ku ka natalitet domosdoshmë theksuar është Shkupi edhe Maqedonia veri perëndimore, dhe normalisht e dihet se pse, për shkak se këtu do të ka musliman po shqiptar. Kush neve na mësoi këtë rregull, na mësoi neve Kur'ani, që tha e përmendëm me hatë se ato janë stoli, dhe na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku sa tazawwaju al-walud fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah, martohuni me gratë që jetoni dhe që lindin, sepse unë do të mburem, do të krenohem me numrin e madh të ummetit tim ditën e Kiametit. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka motivuar të rinj, që është shumë e rëndësishme, sa më herët të martohen dhe mos t'i vonojnë martesa sikur se ndodhin të tjerët, përmi 30 vjet e 35, se kur martohet njëri 35 vjeçar, ose gruaja kur i bëhet 35 vjet femna të martohet, atëherë është shumë vështirë me ardhe edhe deri te fëmia. Ama kur martohesh herët, atëherë do thotë e fillon jetën tonë nën kuror, edhe normalisht ajo të motivon ty që me pas edhe më shumë herë. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç motivimit për martu herët, motivon që të përzgjedhësh grua që lind, që pastaj të gëzohesh me atë vlasë kur të gëzohen gjithë familjet tona, po edhe gëzohet me këtë gëzim edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse edhe të na nuk është ai natalitet që ka qenë më herët, domethënë flesh që janë këtu në këtë tubim e dinë më mirë, po edhe na e kemi numëri se familjet tona kanë qenë domethënë 7, kanë qenë 9, kanë qenë 11, 12, 13, domethënë 13.000. Edhe atë me një gru, me një domethënë gru, familjet tona i kanë pas ka 2-13. Sot fatkeqësisht familjet tona duke u modernizuar në ndikimin e trendeve bashkëkohore të punësimit të grave, që është shumë pikë me rëndësi me potencu, se është më normal tash punësimi i grave, domethënë edhe axhibabat e shtëpia si pengon se punon rreja, pse se pun ja vjen 200-300 euro te shtëpia, ai e këshir para se këshira punon as punon punë mëdha. E tash shkaku i punësimit grave, çfarë po ndodh? Po ndodh që ai gruaj që ka shkuar në punë, as ka marrë vendim, do të unë zgjidhem me shtatzon. Pse se nëse dal pushim mjekësor prishet marrëveshja e punës, edhe unë s'pa punë. Andaj pretë se të marrë vendim pune, pastaj të marrë domethënë mbetet shtazon ose të marrë pushim mjekësor e të rrihet në shtëpi. Që do thotë këshillat shkojnë një mas një, sikur se të mirat shkojnë një mas një. Andaj ulemat kanë thonë, shpërblimi i të mirës është e mira pas saj, dhe shpërblimi i të keqes është e keqja pas saj. Dhe këta trendet moderne që janë duke u fut familjet tona, dal nga dal qetë, sikur se ai uji që hen nën shtëpia ose nën domethënë gurzi, edhe rënohen pas një kohë, ashtu edhe shtëpia tona fatkeqësisht themelet e tyre janë është duke hangur uji dal nga dal. Edhe kanë frikë që për një moment kanë mushem shumë familje, atëherë do të alarmohet situata, do të ngrisim zërin, por ka me qenë edhe këtu punësimi i gruas dhe normalisht ruajtja e vijës trupit, që është botrend tash, andaj për shembull të nas ka s'kemi ditë na se ka klube fitnessit. Se kemi ditë çka është ai klub fitnessi. Se alhamdulillah kanë punuar edhe vurrat edhe gratë,
kam punu fushat arrat punë fizike, punë të shtëpisë, s'ka pas nevojë me shku klub fitnessit. Mirë po thot, s'punon nuk është të shtëpia, as fush, as art, as kont, edhe normalisht, edhe burrat, edhe gratë kanë nevojë për fitnes, për me rrit vijin e trupit, për me rrit vendin e punës, ata refuzojnë me bo fëmijë. A fëmija është pasunia dhe është bereqet. Nuk ka gëzim më të madh në dynjë, domethënë se sa gëzimi i familjes me qarjen e parë të fëmijës kur vjen në dynjë. Edhe kështu është umeti islam, është umet humanist, këtu kësaj pike. Pse? E ndalon abortin, mos flasim dështimet ose lindjet edhe hudhja e fëmijëve mbrojtje, kjo te musliman nuk ka kësaj logjike. Na sot po ndëgjojmë fatkeqësisht domethënë mohabete se u gjen një fëmijë këto edhe rreth ku ka musliman që ka qenë e palogjikshme, e pa paramenduar më herët, mirë po xhijat e bëjnë. Xhijat i sjellin xhijat pastaj. Dhe për këtë shkak muslimani është humanisti më i madh në botë. I gëzohet lindjes, nuk është ai që vret foshën e pambrojtur kur është në barkun e nonës, po edhe sa të lind, dhe të barkut të nonës, domethënë nuk ka abort, nuk ka dështime, nuk ka faktisht vrasje të fëmijëve ose hudhje të fëmijëve për shkak se i ka nis dallash, edhe këtë kjo neve na ruaj pastaj. Edhe në mbetemi njerëz tamam, edhe i gëzohemi njerëzimit sepse vijnë njerëz të ri. Edhe kujdesemi për ata njerëz që ata të kenë botë kuptim të shëndosh mbi jetën. Kenë botë kuptim të shëndosh mbi Zotin. E para të kuptojnë krijuesin e qiellit dhe tokës dhe të jenë falëndërues ndaj tij dhe këtë falëndrim mos ta kenë vetëm llav goje, por ta kenë edhe punë. Edhe andaj kështu na i kryjt familjet tona, edhe janë ujt. Edhe pse ka tentativa, sikur ishte javën e kaluar, tentativa për me na llogarit disa shqiptar me emra, sepse ata nuk janë shqiptar me kulturë dhe me bindje, me në llogarit neve shqiptarëve të maqenisë papambetur, sepse s'pas ka mujt ajo me gjetë vajza për me dalë në sfilat mode, punë mode. Edhe u dhanë përgjigje shumë njerëzit të mirë, atyve alhamdulillah, por do të ka tentativa për një pjesë tjetër e shqiptarëve, neve me në llogarit papambetur, pse na kemi minare, si raketa, sikur se thanë Max Velo, edhe që tjetra pse s'ka nga gjetë fejnë na me i qitë lakorisht para burrave mudridhat. Na alhamdulillah Allah të jemi musliman, jemi shqiptar, po nderin tonë nuk e shesin pa marrë parasysh a vjen ky helm për shqiptari që fol shqip a mendon shkenisht, apo na vjen prej atij që edhe fol edhe mendon shkenisht. Andaj rinia sidomos duhet me botem bisede edhe të bindemi nga gjithë se duhet të shkojmë themelojmë familje të mëdha dhe kur një herë rresku furnizimi nuk duhet me qenë pengesë e shtimit të fëmijëve, sepse Allahu Dhu Gjelal në Kur'an na ka thonë la taqtulu awladakum khashyata imlaq, mos i mbetni fëmijët e juaj nga frika e varfënisë, nahnu narzuquhum wa iyyakum, se na i furnizojmë ata po edhe juve. Dhe ti që amë ka fshatën e bukës sot në sofrën e Isës ka qenë rrezik i Allahut, që kush e ka pas nasib me ka hangur, kush e ka pas se ka pas, se për shembull sot ka pas mundësi me neve në sofrën, edhe hoxha Remzia sigurisht për shembull, po ai se ka pas rrezik se ka rrezik në kinë më hangur nuk atë. Se sot është në kinë, po është këto. Andaj këtë sofrë ka hangur bukë kush e ka pas rrezik. Se ndoshta ka ftuar edhe të tjerë, po ata që kanë pas rrezik s'kan pas më hangur këto. Edhe kështu është puna e jon edhe fëmijëve tonë, nuk duhet na me udhut, mos me vë fëmijë sepse s'kena parë për me shkuën plazha mos e verë, sepse na këtë hargjimet i kemi jashtë normave logjikore. Sot fatkeqësisht argjojmë gjëra luksoze, gjëra të gabume, kur vjen puna në themelimin e familjeve që është një prej pikave strategjike, me këtë po duhet me përfundu sepse nëse na dështuam politik, nëse na e bëm një luftë dhe zgjidhëm i vjetë fytyrën e luftës, nëse na dështojmë biznes për shkak se shteti menaxhon me biznesin, nëse na dështojmë edhe mbulesë mediatike të situatave tona, na smujmi me dështu nëse na kemi shumë fëmijë. Se funi si thot Molla Feridi, një fjalë që ka nipi pleqve, livadhet i kullot ai që ka vend. E kush ka vend, edhe nëse s'ka livadhe, kam i kullot livadhet e atyve që s'kan vend. Ama kush ka livadhe s'ka vend, badjava i mesin livadhet, ledina si përdohet për kush, Allah ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.